për rikthyer taksa e shtesë apo progresive. Koncepti mbas shestës të taksës së shesht dhe progresive, koncepti është shumë i thjeshtë, është kush do të paguajë më shumë, të pasurit apo të varfër, ose shtresa e mes. Unë mendoj, njerëzit të cilët janë ekstremisht të pasur, pra mbi 1 milion euro pasuri, do duhet paguajnë shumë më tepër se sa shtresa e mes. Pse? Sepse ata kanë përfituar më shumë nga shoqëria dhe ata e përdorin më shumë shërbime publike. Pra nëse ti je një biznesmen i madh që ke 500 milion euro qarkullim, e para ti ke më shumë mundësi për të paguar më shumë. Kjo është si fillim i mirë, për të kontribuar më shumë. E dyta, ti ke përfituar më shumë nga rendi publik, ke përfituar më shumë nga shërbimet publike, nga rrugët, nga spitalet, nga shkollat, sepse ti ke punësuar njerëz që janë shkolluar nga shkolla publike. Në qoftë se punëtorët do smuren, do shkojnë në spitale publike. Ti do ka lëvizësh me makina të cilat janë në rrugë publike. Ti do duhet të shijosh parat duke pas një rend publik, që thotë që policia punon edhe për biznesmen mund të thoshte që shumë nga këto pjesë të infrastrukturës publike janë ndërtuar me taksat që unë kam derdhur në këtë shtet me biznesin që kam bërë. Patjetër pra. Pra ne do të paguajmë më shumë, sepse ai përdor më shumë atë se që përdor një njeri që lëviz me autobus dhe zë më pak hapësirë publike, një njeri i cili o një biznes i vogël që ka vetëm një të punësuar, shpenzon më pak shërbime publike, përfiton më pak nga rendi publik, se që përfiton një që ka 5.000 të punësuar. Kështu që